I dashur shigjetar, viti 2026 është viti yt I së vërtetës, zgjimit dhe ripërcaktimit të brendshëm. Roli që ke luajtur deri tani nuk të mjafton më. Nuk je më këtu për të përsëritur modele të vjetra, por për të jetuar me kuptim më të thellë. Nuk kërkohet më shumë vrapim pas diçkaje jashtë vetes, kërkohet prani e plot aty ku je, dashuria, krijimtaria dhe lidhjet njerëzore kërkojnë një formë të re. Po mëson si të qëndrosh I hapur emocionalisht edhe kur pasiguria shfaqet, dhe si të krijosh hapësirë për të tjerët pa u humbur vetë. Ajo që dikur dukej e shpërndar dhe pa drejtim, tani fillon të qëndrohet. Mendimet qartësohen. Zemra flet më saktë. Zëri yt bëhet mjetëshërimi. Qoftë përmes mësimdhënies, shkrimit apo bisedave të thjeshta të përditshme, ti por I zbulon fuqinë e fjalës së ndershme. Nuk është një vit I përsosmërisë. Është një vit pranie, guximi dhe zgjedhjeje të vetëdijshme. Rritja jote nuk është teori, është përvojë e jetuar, disiplina e shenjtë takon zjarrin tënd frymëzues. Këtu lind ekuilibri. Gëzimi kthehet në busull, jo si arratisje, por si orientim I brendshëm. Ky nuk është një vit për t'u larguar nga realiteti, por për të mbërritur, në trupin tënd, në zemrën tënde, në të vërtetën tënde. Le të jetë 2026 viti kur ndalon së ndjekuri horizontin dhe kupton se e ke mbajtur gjithmonë brenda vetes. Horoskopi I shëndetit për shigjetarin 2026, trupi yt në 2026 po të dërgon sinjale të qarta, kujdesi ndaj vetes nuk është më opsional. Lodhja e hershme, konfuzioni ose mungesa e fokusit nuk janë dobësi, por paralajmërime se stili I jetesës kërkon rregullim. Nëse I injoron, humbet energji, nëse I dëgjon, fiton forcë afatgjat. Yoga, meditimi dhe pushimi I rregullt nuk janë këshilla të buta, janë mjete funksionale për të stabilizuar sistemin nervor dhe për të rikthyer qartësinë mendore. Disiplina e vogël ditore sjell përfitime të mëdha. Gjumi cilësor, ushqimi I rregullt dhe ritmi I qëndrueshëm janë baza mbi të cilën ndërtohet performanca jote. Mendo për çdo zgjedhje të shëndetshme si investim strategjik. Sa më herët ta bësh, aq më shumë energji do të kesh për mundësitë që po vijnë. Ky është një vit me kërkesa të larta, pa shëndet të mirë, ato shndërrohen në barë. Me shëndet të fortë, bëhen avantazh, duke I dhënë përparësi mirëqenies fizike dhe mendore, do të ndjesh rritje të qëndrueshmërisë, forcës dhe fokusit. 2026 nuk të kërkon të sakrifikosh veten për suksesin, të kërkon të ndërtosh suksesin duke u kujdesur seriozisht për veten. Financat, po shqetësohesh për financat? Në vitin 2026, Venusi merr rolin e aleatit tënd financiar. Ky është një vit ku parat nuk vijnë vetëm nga mundi I drejt për drejt, por edhe nga rrethana të papritura. Fitimet të menjëhershme mund të shfaqen në mënyra që nuk I ke planifikuar, si të gjesh para në një xhep palltoje që s'e ke veshur prej vitesh. Familja luan një rol mbështetës. Mund të marrësh ndihmë konkrete, këshilla të vlefshme ose mbështetje morale që të jep siguri në vendimet financiare. Nuk je vetëm në këtë proces, edhe nëse zakonisht preferon t'i zgjidhësh gjërat vet, investimet në pasuri të paluajtshme duken veçanërisht premtuese gjatë 2026-së. Blerje, shitje, qira ose rregullime pronash mund të rezultojnë fitimpruese, por vetëm nëse I qasesh me mendje të ftohtë. Fati është prezent, por nuk zëvendëson analizën. Ky nuk është vit për lojra të rrezikshme financiare. Është vit për strategji, planifikim dhe kujdes. Sillu si një hetues financiar, analizo kontratat, kontrollo detajet, mos u nxit nga premtime të shpejta. Venusi të ndihmon, por vetëm kur ti bën pjesën tënde. Deri në fund të vitit, përpjekjet e tua fillojnë të kthehen në rezultate konkrete. Stabilitet më I madh, ndjenjë sigurie dhe kënaqësi që ke vepruar me zgjuarsi. 2026 nuk të mëson vetëm si të fitosh para, por si t'i menaxhosh me pjekuri. Horoskopi I karrierës për shigjetarin 2026. Karriera jote në vitin 2026 nuk do të jetë e qetë, por do të jetë formuese.
Ky është një vit që të teston rezistencën, jo për të të ndalur, por për të të forcuar. Do të ketë luhatje, momente pasigurie dhe kthesa të papritura që mund të bëjnë të dyshosh në drejtimin tënd. Kjo është normale. Çdo rrugë drejt arritjeve të mëdha kalon përmes provave. Këmbëngulja është arma jote kryesore. Durimi është orientimi yt. Në pjesën e parë të vitit, puna kërkon përqendrim, disiplinë dhe vendime të maturuara. Nuk është koha për nxitim, por për ndërtim strukture. Çdo përpjekje që bën tani po vendos themele që do të mbajnë peshë më vonë. Gjysma e dytë e vitit sjell përshpejtim real. Universi, figurativisht, shtyp butonin përpara. Fillojnë të hapen dyert që deri tani dukeshin të mbyllura. Mund të vijë një ngritje në detyrë, një projekt i rëndësishëm që të vendos në qendër të vëmendjes, ose edhe një ndryshim i plot drejtimi profesional që përputhet më mirë me potencialin tënd të vërtetë. Mundësitë nuk do të jenë të fshehta. Ato do të shfaqen qartë, por do të kërkojnë vendosmëri nga ana jote. Qëndro i fokusuar, mos u shpërqendro nga dramat e vogla apo pasiguritë e përkohshme. Çfarë duket si sfidë tani, do të rezultojë trampolin më vonë, nëse ruan qartësinë mendore dhe besimin në aftësitë tua. 2026 mund të jetë viti kur karriera jote ndryshon nivel. Jo rastësisht, por sepse ke mësuar të përballosh presionin dhe të ecësh përpara edhe kur terreni është i paqëndrueshëm. Dashuria në vitin 2026 po përgatitet me një recetë që kërkon durim, sinqeritet dhe komunikim të vetëdijshëm. Muajt e parë të vitit, si edhe tetori, mund të sjellin tensione të vogla ose keqkuptime. Këto nuk janë pengesa, por momente prove që të mësojnë si të ndërtosh ura më të forta emocionale. Komunikimi është mjeti yt kryesor. Fjalët e thëna qartë, në kohën e duhur, parandalojnë distancimin dhe krijojnë afërsi reale. Nëse di të shprehësh ndjenjat pa mbrojtje apo akuza, marrëdhëniet përforcohen ndjeshëm. Për çiftet e martuara ose në lidhje afatgjata, viti sjell forcim të lidhjes, një nivel më i lartë besimi, mbështetjeje dhe stabiliteti. Sfidat të vogla mund të shërbejnë si katalizator për një bashkim më të qëndrueshëm se më parë. Për beqarët, 2026 favorizon lidhje emocionale të thella, jo aventura sipërfaqësore. Është vit për të ndërtuar bazë, jo për të improvizuar pa drejtim. Për ata që janë tashmë në një lidhje, vëmendja ndaj nevojave emocionale dhe përkushtimi i përditshëm bëjnë diferencën. Deri në fund të vitit, marrëdhëniet e tua lulëzojnë në forma të reja dhe më të pjekura. Ajo që ndërton me kujdes tani, kthehet në stabilitet dhe përmbushje afatgjallë. Horoskopi i jetës familjare. Jeta familjare në vitin 2026 sjell ngrohtësi, por edhe prova të vogla karakteri. Viti nis me harmoni, mbështetje dhe momente të këndshme së bashku. Takimet familjare dhe bisedat e qeta krijojnë terrenin e duhur për të sqaruar keqkuptime të vjetra. Është një periudhë e mirë për të vendosur paqe aty ku ka mbetur heshtje ose tension i pashprehur. Me hyrjen në gjysmën e dytë të vitit, mund të shfaqen mospërputhje të vogla, sidomos rreth përgjegjësive, organizimit të përditshëm ose çështjeve financiare. Këto nuk janë kriza, por teste durimi. Çelësi do të jetë balancimi i ambicieve personale me pritshmëritë familjare. Pa u ndjerë i kufizuar ose i keqkuptuar, gjeste të thjeshta mirësie, respekti për të moshuarit dhe koha cilësore me fëmijët forcojnë lidhjet. Prania jote reale vlen më shumë se premtimet. Dëgjimi aktiv dhe komunikimi i qartë e empatik e kthejnë çdo vështirësi në mësim praktik. Nëse vepron me pjekuri dhe ndjeshmëri, sfidat shndërrohen në mundësi për rritje familjare. Deri në fund të vitit, baza e shtëpisë stabilizohet dhe atmosfera bëhet më e sigurt, më e dashur dhe më e qëndrueshme. Viti që vjen sjell forcë, thellësi dhe angazhim real në projektet që të ndezin pasionin, në burimet e përbashkëta, në intimitet, botim dhe lidhje domethënëse. Do të tërhiqesh nga përvojat që të përthithin plotësisht, marrëdhënie më të thella dhe interesa personale që të zgjojnë kurreshtjen.
Gjysma e dytë e vitit 2026 të gjen më të hapur, më aventurir dhe më komunikues deri atëherë, po bën punë të rëndësishme të brendshme, duke u lidhur me nevojat dhe dëshirat e tua më të thella. 2026 aktivizon fuqishëm botën tënde intime dhe, më pas, hap terren të shkëlqyer për shprehje personale dhe aventura. Tranzite mbështetëse përmirësojnë marrëdhëniet me banka. Taksa, borxhe, këshilltar financiar, kredi dhe investime. Është e mundur të arrish thellësi në një marrëdhënie që nuk i ke përjetuar më parë. Psikologjia dhe metodat shëruese dalin në pa dhe rezultojnë veçanërisht të dobishme. Energjia për burimet e përbashkëta është e favorshme. Të ardhurat e partnerit mund të rriten, ose bashkimi i burimeve në një rregullim të ri jetese sjell stabilitet. Jeta intime pasurohet përmes hapjes emocionale dhe përvojave të reja, një miqësi mbështetëse del në plan të parë, ose zbulon më shumë për veten dhe nevojat e tua të thella. Gjysma e dytë e vitit është dukshëm e orientuar drejt rritjes në mënyra konkrete. Përfitimet vijnë përmes përvojave në distancë, udhëtimeve dhe njerëzve të rinj. Del nga guaska dhe hyn në një fazë më shoqërore e të gjallë. Zgjohesh ndaj mënyrave të reja të shprehjes, mësimit dhe njohjes së botës, rikthehet shpirti i aventurës dhe ndjenja se po e jeton jetën, jo thjesht po e kalon. Është kohë e mirë për të përditësuar aftësi, për arsim të lartë ose për të zhytur në një interes të veçantë. Po përgatitesh për një kulm karriere dhe njohjeje që nis në mesin e 2027-së, tani hidhen themelet, po ashtu, kjo është periudhë e favorshme për botim, promovim, udhëtime, mësim gjuhësh, mësimdhënie, spiritualitet, sport, garë dhe aventura në natyrë. Të mësuarit të jep kënaq. Viti 2026 është viti yt për të përqafuar transformimin, rritjen dhe suksesin pa rezerva. Është një vit me mundësi reale, sfida formuese dhe arritje të fituara me merit, të gjitha të dizajnuara për të shtyrë drejt versionit tënd më të fortë dhe më të vetëdijshëm në karrierë, ndërton themele dhe korr rezultate. Në financa, vepron me zgjuarsi dhe stabilizon. Në dashuri, thellon lidhjet dhe forcon besimin. Në shëndet, vendos disiplinë që të jep energji afatgjallë. Asgjë nuk vjen rastësisht, gjithçka përgjigjet ndaj zgjedhjeve të tua të ndërgjegjshme. Universi krijon kushtet, ti bën hapin. Skena është gati. Tani është koha të dalësh përpara, të marrësh drejtimin dhe të shkëlqesh me autoritet dhe qartësi.